Të nderuar pjesëmarrës, pa humbur kohë, po fillojmë me kornizën afatmesme buxhetore. Të dush me marrë fjallën. Po më takon mu, po do të mundohen të jem sa më shkurt. Korniza afatmesme buxhetore përfshin buxhetin për vitin 2027 dhe projekcionet për vitin 2028 dhe 2029. Kjo korniza afatmesme buxhetore është pjesë ligjore e Ministrisë Ekonomisë dhe Financave, e cila na dërgon qarkórën buxhetore me të cilën tregon limitet e harxhimeve të cilat planifikohen për komunat në të gjitha kategoritë buxhetore. Për këtë vit, për fatkeq jemi detyruar t'ju lëmbroj se qarkórja buxhetore dhe ndarjet buxhetore bën mbas numrit popullsisë, regionit, komunitetit e disa elementeve tjera, dhe ju e dini se me cenzusin e fundit apo me regjistrimin e fundit popullsisë ne kemi një ramje të popullsisë. Dhe jemi në kategorinë e komunave në 30.000 banor, e që ka reflektuar diku në 800.000 euro ulje të buxhetit për këtë vit në komunën e Dragashit. Prandaj ky nuk është një lajm i mirë. Në anën tjetër kemi rritje buxhetore në raport me vitin e kaluar, kemi rritje buxhetore, por to pas parasysh që folën për shpenzimet operacionale dhe për kostet që në rrit inflacionin e gjitha. Kjo rritje me minus 800.000 dhe të edhe pse duket si rritje, faktikisht na me këto mjete nuk mund të kryejmë punë sa kemi kryer viteve tjera që kemi pas buxhet më të vogël. Prandaj, për mos me humb shumë kohë, ju tregojmë për gjitha kategoritë të cilat e kemi bën shpërndarjen e buxhetit. Buxheti në total është 14.473.470 euro. Do pas parasysh. Për paga dhe meditje kemi da 7.230.000 euro. Për mallra e shërbime kemi da 2.013.000 euro. Për shpenzime komunale kemi planifikuar 400.000 euro. Subvencione për shoqëritë civile kemi planifikuar 591.000 euro. Pra, kurse për investime kapitale kemi planifikuar 3.808.147 euro. Nga buxheti i përgjithshëm për investime kapitale kemi ndarë në 3 grupe. Pra, investimet kapitale të përgjithshme i kemi ndarë për komunitetin jo shumic në vlerën 40% dhe 60% në ato shumic. Pasi i kemi hekur 350.000 euro si investimet të përbashkëta, ku janë investimet kapitale 210.000 euro, rezervat, fondi rezerv, që përfshin 100.000 euro dhe 40.000 euro subvencione që vinë si investimi përbashkët. Nga këto në kanë me 3.440.000 euro që të ndanë për të 2 komunitetet. Për komunitetin shumic janë planifikuar për investime kapitale 2.064.000 euro, kurse për komunitetin jo shumic 40% e 3.440.000 është 1.376.000 euro. Pra, unë e di se qytetarëve ma shumë ju intereson se ku janë planifikuar të investimet kapitale, sepse madrat shërbimet, subvencionet dihet që shkojnë për shoqëritë civile, ku do të argjohen subvencionet edhe ku do të argjohen investimet kapitale. Madrat e shërbimet janë kryesisht mjetet e cilat imbulojnë shpenzimet operative të investimeve kapitale dhe mirëmbajtjen dhe funksionimin e administratës publike, po gjithashtu e plotësojnë shpenzimet të arsimit dhe njëkohësisht të shëndetësisë. Si që vitëve tjera, edhe këtë vit, Ministria, Qeveria Kosovës ndan grantin specifik për arsim dhe grantin specifik për shëndetësi. Granti specifik i arsimit është në vlerë 4.924.000 euro, kurse granti për shëndetësi është 1.815.000 euro. Në qoftë se më lejohet do të hi të i paraqes investimet kapitale
a doni që për projektet edhe për fshatnat veç mi paraqit, apo mi paraqit në total, dhe pastaj me marr mendimin e juaj në për fshatna ku kini me paraqit do një projekte, se do një kërkesë, ose do një investim kapital, që ta marrim me kusht që në seancë ta paraqesim të delegatët dhe të mund të bëhet pjesë e investimeve kapitale. Po filloj me komunitetin Jo Shumic për vlerën të cilën e kemi nda për fshatra. Do me thonë, si mbas ndarjes buxhetore, Baqka ka 40.000 euro, Brodi ka 160.000 euro, më s'po gutëm për përkëtim. Tikanca 30.000 euro. Në Dragash kanë para pa 26.000 euro, jashtë investimeve të përbashkëta të cilat i kemi në Dragash. Duhet ta kuptoni se kemi investime për qytetin e Dragashit, kemi investime të përbashkëta, po gjithashtu mund të ndajnë edhe nga fondi për investime i komunitetit Jo Shumic, gjithashtu edhe në komunitetit Shumic. Prandaj mos ju vjen çudi se do toni 26.000 euro ku janë për Dragash, ajo para pa 210.000 euro investime. Globëqica është 100.000 euro, Krsteci është 60.000 euro, Krusheva është 70.000 euro, Kukalani është 40.000 euro, Leshtani është 40.000 euro, Ljubishta është 50.000 euro, Mlike janë 40.000 euro, Orqush janë 30.000 euro, Radesh 100.000 euro, Rapç 100.000 euro, Restelic 200.000 euro, investimet në shkollë janë para pa 100.000 euro, Vranisht 50.000 euro dhe Zlipotok 60.000 euro. Kurse në shëndetësi në regionin e Gorës janë para pa në ambulanta 80.000 euro. Vlera përgjithshme e këtyre investimeve kapitale rrok 1.376.000 euro në komunitetin Jo Shumic. Në komunitetin Shumic, në regionin e Ohojës, kemi të definuara edhe projektet, sepse komuniteti Jo Shumic e kanë një listë tjetër të cilën do të paraqesin kuvend për secilin fshat, janë në pritje për shkak se kanë qenë zgjedhjet, në pritje edhe disa projekte që të marrin në përfshata, mirë po vlera dhe shuma këtyre nuk ndryshon. Vetëm mund të ndryshoj që të mrohen projektet. Nuk i kanë emëruar projektet konkrete. Presim veç emërimin e tyre dhe pastaj mund t'i inkorporojmë edhe në buxhetin, por për shkak çështjeve të afateve ligjore, ne kemi qenë detyruar që ta bëjmë dëgjimin buxhetor në kohën sa më të shkurtëmundshme, sepse pritet duhet këtë muaj detyrimisht të miratohet në kuvend, nuk kemi kohë që të marrim seancën tjetër të radhës, sepse për seancën tjetër kalon afati ligjor. Prandaj po filloj pa humbur kohë mi lexuar të projekte të cilat janë para pa për vitin 2027, realisht ka dhe projekte dyvjeçare 2026-2027 dhe gjithashtu ka dhe të parashikume projekte 2027-2028. Rehabilitimi i rrugës në hyrje të qytetit së Dragashit është 80.000 euro. Fondi rezerv i komunës është 100.000 euro, ndërtimi i trotuarëve në qendër të qytetit së Dragashit është 20.000 euro, ndërtimi i kunve të ndërtesave të qytetit së Dragashit 70.000 këtë vit dhe 80.000 është për vitin tjetër 2027, rehabilitimi i infrastrukturës rrugore dhe ndërtimi i kanalizimit në lagjen e re në qytetin e Dragashit, do të në pjesën e poshtme 30.000 euro, bashkëfinancimi i projekt me donator, këto kemi të përbashkët 40.000 euro, asfaltimi i rrugës e mahallës e xhamia në fshatin Zaplugje 35.000 euro, kupëzimi i rrugëve të varrezat në fshatin Zaplugje, mahalla Rënakit, Turqines dhe mahalla e xhamia, 160.000 euro, ndërtimi i murit mbrojtës të varrezat e reja, mahalla Turqine dhe ndërtimi i garazhit në fshatin Zaplugje, 20.000 euro, rehabilitimi i rrugës Prestllop dhe kryej ftohet ndërrimi i gypit të ujësjesit të lagjes Hysenajve dhe ndërtimi i kendit të lojeve në qendër mahalla e xhamis në fshatin Zaplugje 15.000 euro, kupëzimi i rrugët mahallës xhamis dhe mahalla Epreme në fshatin Blaç 20.000 euro, asfaltimi i rrugës Blaç Bjeshk dhe Blaç Shtav në fshatin Blaç 80.000 euro, kupëzimi i rrugëve në fshatin Bresan
135.000 euro, ndërtimi i rrugës Beqiraj, Shushlak, Rafshina dhe Ndërlivade, fshatin Bresan 50.000 euro, ndërtimi i rrugës Rafshina Mali Mat në fshatin Bresan 100.000 euro, kubëzimi dhe ndërtimi i kanalit për ujrat atmosferik në rrugën Kuklibek Kuk në fshatin Kuklibek dhe trasimi i rrugës fushore për gjatë livadëve në Kuklibek 45.000 euro, ndërtimi i kanalizimit të rruga e fushës në fshatin Kuk 30.000 euro, hapja dhe trasimi dhe kubëzimi i rrugës Kuk Kosav 45.000 euro, kubëzimi në rrugën qendra në fshatin Buzez 60.000 euro, ndërtimi i kanalizimit nga shkolla fillore deri tek impianti në fshatin Brezne 40.000 euro, kubëzimi i rrugëve Laqet Kalander dhe Mezin, si dhe ndryqimi publik në fshatin Kosav 60.000 euro, rehabilitimi i rrjetit të usjelësit dhe kanalizimit në fshatin Kosav dhe hapja rrugës për Bjesh në fshatin Kosav 15.000 euro, ndërtimi i rrugës Xerxhe Renc 30.000 euro, kubëzimi i rrugës në fshatin Zgatar 45.000 euro, kubëzimi i rrugës prej dalës së fshatit deri te lapidari në fshatin Brut 60.000 euro, ndërtimi i rezervuarit ujit mbi Zabel, shtrimi i rrjetit si dhe kubëzimi i rrugës te Shara dhe Sponica në fshatin Dolloprat 118.000 euro, kubëzimi i rrugëve në fshatin Zym 44.000 euro, kubëzimi i rrugëve në rrugat Adem Berisha, Beteja, Buqës dhe Qerza në fshatin Buqë 74.000 euro, rehabilitimi i rrugës lokale në rajonin e Opojës 134.368 euro, pra rehabilitimi i rrugëve lokale në rajonin e Opojës është fjala për qëto me asfalt që jenë prish. Rrugët ndërtimi i murit mbrojtës të Varreza dhe kubëzimi në fshatin Renc 115.000 euro, rehabilitimi i rrugës Rumenica, Bjeshkës, si dhe kubëzimi i rrugëve në fshatin Shajnë 40.000 euro, ndërtimi i rrugës në fshatin Vllajnik 40.000 euro, ndërtimi i kendit të lojëve për fëmijë në oborrin e shkollës fshati Shajnë 20.000 euro, kubëzimi i rrugëve në fshatin Fllav 85.000 euro, kubëzimi i rrugëve në fshatin Kapre 45.000 euro, ndërtimi i stadionit në Krevecis në fshatin Pllav 160.000 euro, ndërtimi i rrugës Kukajan Dragash. Këto nuk i kemi nda mjetët pritet prej komunitetit jo shumic, një varë këtë projekte i kemi të shënume në përfshatna, mirë po nuk i kanë pru vlerën e mjetëve dhe për ato nuk i kemi qitë këtu. Si emra i kemi, ekzistojnë, pra ndërtimi i parkingu dhe hapja rrugës Jameke në fshatin Dikan se kështu me ratë, në brote me ratë, mirë po kur ti pirën edhe vlerën e tyne, sa kushtojnë, i qesim këtu, do të bëjmë publike edhe përmjet medjave, edhe do të qesim vetë paqen e komunës, edhe do t'ja u shpërndajmë fshatrave për investimet që kanë bërë në fshatrat e tyre, në ditet në vazhdim. Pra nuk për du me ju humë shumë ko, vetëm për ju thëmë se për subvencione si vjetë kemi nda shumë për kemi parapa shumë për shoqërinë civile, në kulturin e sport janë 180.000 euro, dhe vlera totale afër 600.000 euro është vetëm subvencione që kemi me dhonë në pujësi, normalizura kryetarit, në kulturin dhe sport, në shëndetësi dhe në administratë. 600.000 euro është për herë të parë që kemi arrit me dhonë subvencione dhe unë mendoj se do të kenë mundësi të gjitha organizatat të qeveritarë të aplikojnë për veprimtarit e tyre. E hapit debatin në kryetarën që si ku marru diçka lirisht merë fjallën edhe më plëtso se u mundova pak mirasa ma shkurte ka dhe njëherë edhe mundi me mi kalu o sendet. Jo, veç ta me të plëtsu të pjesa subvencioneve nuk është subvencione, dhe më thonë, përveç atyre kategorive, ishte edhe subvencione në sferën e arsimit, me qenë se vitin e kaluam edhe këtë vit jemi ballafaqur me probleme të jashtëzakonshme sa i përket pagesave për bursa, ndërsa planifikojmë që për vitit të ardhshëm të fillojmë dhe të arrijmë edhe vlerën e bursave për student, mirë po gjithashtu të përfshijmë edhe disa kategori të cilat më herët nuk kanë qenë, se që janë kategoritë e studentëve të cilët studiojnë jashtë vendit. Faleminderit. Po, urdon. Ju përshëndes për shkak se nuk kam shumë kohë, deshta me marrë fjalën në fillim.
Shumë jemi dëshpruar me këtë projekt buxhet. Shumë jemi dëshpruar. Me hiç kubza, vend kubza. Shtro asfalt për bjeshk, shtro ato. Kush shkon në bjeshk me asfalt Allah hile. Pashi zot. A lopët kanë me shkon në asfalt. Pa di shpo një herë, dy herë, që unë e shfrytëzoj çat asfalt. Dal me motor edhe dal me hec edhe dal me bicikletë, këta di unë me kare. Kush e shfrytëzon? Çka po bën komuna jo? As se përmendet lidhjen e Dragashit me Maqedoninë, as se përmendet lidhjen e Dragashit me Shqipëni. Ku po shkojmë na kështu? Ju mundi me mush asfalt këtë komunën edhe kubza. Edhe nesër kërkon se kije këtu. Kret kanë mush për ngul për këtu. Kjo është buxhet totalisht i gabuar. S'ka asnjë pikë se u pash që e keni bënë të mirë. Sa i përket investimeve kapitale, zero. Dragash ka shumë pak si qytet investime, janë shumë të vogla, me ato zaplugja që i prezentuat, e Dragashit janë disproporcion shumë i madh. Një katunt edhe një qendër, këtu ku na prezenton neve, Shadi, ku e prezenton komunën tonë, është shumë disproporcion shumë i madh, jashtëzakonisht shumë i madh. Se di këto që i keni bërë tek i keni bërë, unë ju lutem në mënyrë shumë miqësore, vllaznore, ta rishikoni këtë projekt buxhet që keni bërë sa katastrofë. Edhe pllava është i vetmi katunt që nuk lidhet mas një katunt tjetër me rrugë. Kreti keni lidhë. Bënë hesap, zlipo tokin me brodin me udhë, leprat veç ecin aty, edhe thit e eqer. S'ka kur gjohë që ecin aty. Veç lepuj derat e eqer dhe një dhelë, për mundi me pa që t'i parë. E shfrytëzojnë qëtë asfaltit. Unë po kërkoj falje pse është komitet jo shumis, po pasha zotin unë gonati konsideroj si vllajt e mi, mos më kesh kuptoni se pasha Allahin s'bëjt diferencë mes gorës edhe opojës. Unë jem banori këtu, unë s'bëjt diferencë. Unë sa e dua opojën, qa që dua gorën. Mos kesh kuptoni aty. Mos toni që pse pe marr shembull Zibotok Brot për shkak se është komitet pakicë. Jo. Unë se konsideroj komitet pakicë se na jemi këtu të barabartë. S'ka pakicë, s'ka shumicë. Mirë po është projekt buxhet total i keq. Edhe ju këshom lut, amoni, zamoni, boni diçka për këtë popull që ky vend më u zhvillue. Derisa s'qilët rruga për Maqedoni, edhe nuk qilët rruga për Shqipni, me kalua autobusat, shleperat, njerëz me qarkullue, mu konë Dragashi, mos mu konë Zorçore, na kemi marrua. Thash, po kërkoj falje, unë duhet me qeni sinqert, duhet me ja u thonë të vërtetën që mendoj, është gabim i madh. Ju prap boni çka doni, vetëm ta dini se është gabim total. Ju falenderoj shumë që patët durim me më dëgjue, edhe ju uroj punë të marë edhe ditë të mirë. Jo, ky është debat. Ja, mojnë Po, se nuk ka kohë veç një përgjigje shkurtë edhe u krye. Bes na pe vazhdojmë. Kje plotësisht, po pikërisht tu është debati me qytetarët edhe fshatrat i paraqisin kërkesa dhe. Se buxheti është i qytetarët. Po mund me paraqit fshati, po ju një qeveri ju duhet me vendosë një prioriteti i qeverisë lokale është lokale. Secilët qytetarët, kur vinë për fshat nga kërkesat që bëjnë takimet, i paraqisin këto probleme. Sa i përket rrugës për me keni mush bjeshkën me kubza që amin fakt. Në Bresan kubza në bjeshk, në Restelis kubza në bjeshk, hiq kubza ven kubza. A i gano është e. Po kënë bos ban kjo. Po pajtojmë shumë në rregull. Ne zboni diçka që është mirë për kërkesat qytetare. Një përgjigje shkurt ja vazhdise ma gjithë. Ullu. A se kje qash kohën e 35 minuta. Dhe me izvini, sta më. Ajde, po do me dëgjuve që po do. Ajde. Po do me dëgjuve. Ne moram da dolazim. Nije po, ajde. Za goranska sela ništa nije spomenuto. Ja sam iz Like. Like je pretrpelo ove godine debelu poplavu. Otišao nam je most u dužini od 13 metara, čuo sam da je projekat napravljen, ne vidim, nisam pročitao ništa da tu ima. Odnet nam je put pored reke u dužini od, sad da vam ne nabrajam, da vas ne zamaram, imaju ne nove investicije, nego da popravimo što smo imali. Znači, most mora se napraviti, na reci mora se napraviti. Meni je rečeno da će tu da bude 80-100.000, ne znam koliko para, ovako. Usta na usta kad dođeš od predsjednika kod nekoga, biće, ali zvanično nema nigde ništa. U vezi goranskih sela ništa nije pročitano. Tako da ja ne znam, nemam saznanja da li će to da se radi, šta će da bude. Imamo mnogo prećih stvari od ovih, gospodin je lepo rekao. Ja bi najveći prioritet dao da se prema Šištevcu napravi onaj put do Globočice i da preko Restelice se ide za Makedoniju. Ipak smo dve države susedne.
To je jako važno. Bez obzira što prolazi s tog goru. Gledam gore iznad žura, prave put u planinu, zašto? Da beru drva. A mam broj ljudi, malo se presaberamo. Neke ulice se drugi, treći put asfaltiraju. Očuša, Rapča nam radi gore prema Krstecu, 5 puta rade neke projekte i parkinge rade i rade nešto što pojma nema sa našim potrebama. Ne znam da me shvata. Parking, daj sad da pravimo parking. Malo im parking, daj obdanište, daj ono, daj ovo. A mi nemamo osnovne uslove, ne. Malo da se razmisli. Ljudi jesu ovde na pozicijama dugo, ali oni to svesrdno koriste. Svi usi i za sebe. Nemojte to da se radi više, molim vas. Hvala. Nemam ja ništa protiv. Većinska zajednica iznapravila je poprilično. A ne moraju šume, što je gospodin rekao, i putevi sad gore se pravi. Daj da pozavršamo. Lik je malo selo. Investicije su nikakve, dobili smo po 5.000. Jednom smo samo dobili 20-30. I to ne znam šta je. Bog nas pogleda jednim okom. Molim vas, malo obratite pažnju. Ne mogu stalno ista sela dobili po 100-200.000. Pa imaju glasove. Pa šta kad imaju glasove? To mora da se malo razmisli. Ozbiljno vam kažem. I nemoj da se čudite. Omladina neće da nam dođu. Sve što je otišlo po inostranstvu izleti. Potreba zbog posla, zbog svega. Neće deca dođu jedan put mi vodu nema. Dođu drugi put, nema voda, kanalizacija zatrušena, ovo. Kocke se samo stavljaju. Pre 15 godina sam ovde za ovom govornicom rekao da se ne stavljaju kocke. Ako smo mogli 1000 godina budemo bez kocki, mogli smo još 5. Da se naprave vodovodi i kanalizacije, a kad stavite kocku s Bogom pameti, nema više dizajna. A ovo kako ko hoće, preseče asfalt, rupa stoji. Konkretno, šta imate? Konkretno imam za lice, ne znam šta je. Da li će da se pravi most, da li će da se asfalt postavi kocka za groblje, jedva nosimo mrtve na groblje. I da li će od reke se popravi put. Hvala. Atëherë për shfrytëzoj rastin veç një përgjigje shkurt më ia dhon zotnis se vërshimet që ka ndodhur në fshatin Mlik ka ndodhur vitin e kaluar. Edhe procedurat e nderuese për riparimin e vërshimeve në fshatin Mlik është këtë vit. Na këtu jemi mbledh për vitin e ardhshëm. E për gjëra tjera mundi me diskutu në këtë lash. Tash sa e përket Ja mislim da je to ove godine bilo. Ove godine. Ove godina. Ne, ova je sta. Pa izvini, ja sam te slušam. Ali vi ste rekli prošle godine. Sad. Ne. Poplava bio prošle godine. Prevod je tako. Aha. Prevod. Može greška bio. Atër gabim ka mundësi që e ka përkthyer. Na këtu jemi mbledh për vitin 2027. Që ta kemi të qartë. Ndërsa riparimi i vërshimeve, i dëmeve që i ka shkaktuar vërshimet në vitin 2025 është këtë vit i planifikuar. Është në procedurë të nderimit. Kështu që nuk është e nevojshme na me qitë vitin e ardhshëm një gjë që si vjet jam i to bë. Tash sa e përket kritikave të Haxhi Burimit, Haxhi na pavarësisht që drejtori Qamili u tregu shumë i sinqert edhe nuk e lexoj emrat e projekteve që i kanë sjell komuniteti jo shumicë, me qenë se nuk i kanë ende definitive. Po duhet veç me ta dhoni informatë sa e përket, me qenë se ke konkret në rrugë caktume, përmende segmentet caktume. Rruga Restelic Mavrov. Prej Restelicës, ti edhe unë plotere kemi hecat rrugë, deri në Kufi. Është asfaltuar. Na kemi marrë masa, si vjet e kemi procedurat e nderimit. Vitin e kaluar të kemi shtim propozim, si vjet është në të nder rruga tranzit që kalon prej Jellakit të Krushevës, që kalon dalje në kryet e Reselicës, në mënyrë që me sigurua bypassin për kalimin e Tarmës. Kjo është si vjet, është projekti. E kanë hartu projektin, po është veç në procedurat e nderimit. Tash, pjesën tjetër, unë me keqarën do të me thonë, se në karan është edhe me biseduar. Na kemi pas një bashkëpunim jashtëzakonisht me komunën e Mavrovë Rësushës. Kemi zhvilluar 3 takime. Jo, kemi zhvilluar 3 takime. Për pjesën, nëse duhesh, po tash për me qenë aktive që ajo rrugë, do të me pas bashkëpunim 2 anët.
Tonën, për tonën, që kjo që ta thash unë qëndron edhe e kemi në procedurë. Jam me paret alokume me të gjitha, për si vjetë. Vetëm ka që fillimisht e ka pas një debat publik në Restelis, me qenë se një pjesë ka rezistuar, po është në krye. Tash, sa i përket rrugës edhe një temë tjetër që e hape, që është në lidhjes së fshatit Pllav, me fshat atje. Ti shumë i redish që një... Po, e vërtet. E vërtet. Edhe unë e bashkëdje me ty, se edhe unë e kom hisën qatë fshat. Me kuptim familjarë. Po çështja është që ne në lidhjen e fshatit Pllav me fshatin Buqe e kemi në projekt. Mirë, po ky projekt nuk është investim kapital, është me mallra shërbime, sepse fillimisht kemi bërë trasimin e asaj rruge. Është trasa ekzistuese, mirë, po duhet mu zgjeruar. Edhe fatmirësisht edhe në kadastër, në përjashtim 3 pronave deri te luli nalt atje në Buqe, veç 3 prona janë që janë private. Pjesa tjetër është komplet në kadastër si pronë shtetërore. Është rrugë planifikuar. E kjo na ka dhënë lehtësi të jashtëzakonshme edhe me mallra shërbime vetëm kemi zgjeruar. Një jetim veprim e kemi praktikuar edhe me lidhjen e fshatit Pllav deri te shtëpia e Kosovës nalt atje. Tash. Dhimbja jote edhe jona e përbashkët është e fundit. Kërkesa jote është që çështja lidhjes së dragashit me Shqipërinë përmes Krykës Lumit Pllava. A është kjo? Këtu vitin e kaluar, ti e ndjeni shumë mirë, edhe para 24-25, na kemi ndodhur mjete për këtë rrugë. Problemi nuk ka qenë tek ne, jo që po donë me shfaqsu veten se tek e fundit na jemi qeverisë lokale edhe obligime kemi. Mi dëgju kërkesa të qytetarëve të bizneseve, mi po problemi ka qenë se kemi ndarë mjete, kemi alokuar mjete në atë segment, ndërsa kemi hasur problem sa i përket pronave edhe procedurave shpronësimi. Ti shumë mirë e dish që aty është një investitor. A investitori ka ble pjesën tërmuese të gjitha pronave që gjenden në atë pjesë. Tash ne e kemi marrë në shqyrtim atë çështje, jemi takuar edhe me ta. E vetmja shpresë e jona për me rregullu atë rrugë dhe me aktivizu dhe me fillu trasimin, është këtë vit përfundon trafostacioni 410-35 në Shajnë, në Mendën Shajnës. Në momentin që montohet trafostacioni qendror i Kostit, ne i kërkojmë zyrtarisht centralit poshtë me kaluar kabllën me lidh me Shajnë. Sepse ka me qenë një pavarësi energjetike e komunës Dragashit. Atëherë na jemi të lirë me vazhdu me i gra trases për të poshtë. E vetë mja formë është që kjo. Mundi me diskutue. Po e diskutojmë. Hajde me va. Da li će se raditi put Globočica, odnosno do Restelice, Nakaš Iza još jedan. Zato što kod Kruševa već 5 odruna bilo. Edhe për diçka tjetër. Ajde. Po foli shqip se për këtimin e kije. Edhe për çështjen e shpërndarjes së investimeve. Ne si komunë, shpërndarjen e buxhetit e bëjmë konform numrit banorëve edhe konform ligjit. Pavarësisht a dëshirojmë a nuk dëshirojmë ne, a ka apo nuk ka banor me një fshat caktuar. Në momentin që ekziston prej censusit fundit, për regjistrimit popullsisë, ai fshat ka kaq banor, ne jemi të obliguar ja nda mjetet. Tash, Tarzan shembull Restelica është fshati më i madh në pjesën e Gorës. Ne nuk jemi askushi që t'ja përcaktojmë se ku dëshirojmë të çojmë investimet e vetra. E kemi të pamundur këtë punë. Edhe po edhe nga ana njerëzore, nëse dikush ka mangu ujësias kanalizim edhe kubzim, nuk mundesh ti me kërkuar diçka tjetër. Jam kërkesa të qytetarëve. Këto që e lexoj drejtori i financave, është puro, është pastër kërkesa që kanë ardhur prej qytetarëve edhe prej përfaqësuesve të fshatrave, secilit varet si kanë qenë. Ndërsa sa i përket disa investime që janë kapitale edhe vlerë më të madhe, që janë investime kryesisht fokusuar në dragash, apo me projekte madhore siç ka qenë Ujësielsi, ose ndërtimi i 2 deponive, një në pjesën e Opojës, në pjesën e Gorës, këto janë vizioni i qeverisë lokale. Sepse për ne, ta zëmë në fshatin Nërçushe dhe në fshatin Renc, kanë mundërtu 2 deponi. Po kjo nuk është çështje që hyn në proporcion me numrin e banorëve të secilit fshat. Këto janë investime të përbashkëta të gjithë komunës Dragashit. Sepse edhe qytetari nga Brodi, edhe nga Zaplugjja, mbeturinat kanë i dërguar në Renc, respektivisht në Rgjush. Ndërsa investimet që janë në përfshatra, ekskluzivisht janë kërkesat banorëve edhe nevojat qytetarëve. A janë të mjaftueshme? Nuk janë.
Edhe në qytetin e Dragashit kemi investime jashtëzakonisht mëdha. Nuk është investim i vogël me sjellë ujësiasin Dragash. Nuk është investim i vogël me ndrua 6 objekteve ndërtesave të komunës Dragashit, me ndërtue edhe kulmet, me ndryshu komplet, mu lyep për nga brenda, mu instalu ndryqim i ri, mu vesh shkallët sërish, mu boj izolimi i fasadës. Nuk është investim i vogël, është investim prej 900.000 euro. Tash dikush mundet mu knash me pak, dikush me shumë, por realiteti që ndronë kështu. Faleminderit. Faleminderit shumë, nisëm ekonomista, nisëm sve razumre, ali vam hvala. Nadam se. Gospodine direktore, prvo bih vas zamolio ako možete mi objasnite raspodelu budžeta za Dragaš, pošto vidim da je tu nešto odvojeno 26.000, pa plus nešto drugo. Kako to delite u Dragaš, taj budžet i gde idu ta sredstva? Čisto me interesuje kao predstavnik Donjeg Dragaša. Šta možemo mi za Donji Dragaš da apliciramo od tih sredstava? Ako je moguće. Po mundi me njerë. Investimet për pashtë na kemi parapat 210.000 euro për Dragashin. Mirë, po 26.000 euro i kanë da komuniteti jo shumic për disa kërkesat qytetarëve të Dragashit poshtë, sepse edhe kanalizimi që është me shumic për Dragashin e ri, e kemi prej buxhetit tonë kanalizim për lagjen poshtë, po s'kemi pas pare prej neshme në krye, edhe në altë 26.000 kanë parapa ato. Ju mlidhnu cilat janë nevojat kryesore, birë në listën, për që to është debati që të ditën në kuvend, edhe ju mundi me dhënë kontributin që me shti një projekt në brenda që ty në parve me mund me kry që ka është ma i nevojshëm. Na jemi të mundue, më rëndësi është njerë mi gjithë parët. Në shumë letë është me ullë, me bisedue edhe ku mi qua ato parët, se kur i kemi është letë, kur si kemi o problem. Më rëndësi është për momentin i kemi këto parët. Dhe hajnë për Dragash na jemi të hapët për të dy buxhetve, edhe për buxhetit për bashkët, edhe për buxhetit veç për komunitete, edhe për buxhetit për komunitetit shumic, Dragash me krye punë. Më thonë, 80.000 janë kulmat para panë për mod kanalizimet për lagjen e rej, që për ndërtojtë se është rritë numri i kap Dragashin e poshtë, më lagje e rej, komplet, pre pumpës e të poshtë, kanalizimi. Pjesën naltë duhet me lidhë atje, ka edhe të kërkesa tjera që une nuk i di, po më kanë thonë që i specifikoj, edhe i bijen brenda këtëne ditve, mund ish më konë pjesë edhe ti me proposu diçka të re që na neve ka mund mës me planifikua, edhe pse jo e parashojmë në buxhet. Hvala. Ja bih vas lično zamolio da se zauzmete, ja već 3 godine uporno, znači uporno, od kad je napravljen taj put prema stadionu, nama je urušen put za groblje. Put za groblje koji ne možemo pristupiti autom, pa i peščice ne možemo otići da sahranimo naše najmilije. Donji put koji ste vi izgradnjom novog puta porušili naš put stari. Pravili ste tu neke potporne zidove koje vama vrše posao, a ovaj put je totalno urušen. Si vjetë është murin brojës të regullu, kam regulluaju dhe ima problemi. Zidota e kemi planifikua dhe murin edhe kretë. Jer ja sam 3 puta podneo službeno zapis. Vorras të kemi po dhe mot me në kryt kretat. Kismet për zotit ato problem. Inšala. Se aty është problemi i joni kreta. To je gradsko groblje, to je za svakoga, nije to... Ne jemi tu gud, mësme në noti shka... Drugo, ja bi zamolio opštinske organe da gospodinu menadžeru ustupe određenu svotu novca za održavanje tog groblja. Da to uvedete u pravilnik. Drugo, park koji je postojeći
i koja je jedna, mislim, na teritoriji opštine jedna od najboljih investicija unazad 3 godine, koliko je eksploatisan taj park. Verujte mi, tu dolaze ljudi iz Zrza, iz Šajne, iz Ljubovište, iz Kukuljana, iz Vraništa, dovode decu, dođite posle podne, vidite, to je pun park. Ali taj park, nažalost, nije do kraja završen. Evo, gospodin zna tamo koliko trave ima, koliko zmije izlaze. Ja sam tu blizu toga. Znači, ja sam molio 3-4 puta, išao sam i u katastar i u ovo, barem ako ništa više onu travu pokockajte da deca mogu da igraju. Iako mogu nešto da se doda od onih igrački, verujte mi, dolazi do svađe među decom, nemaju igračke. Pa ja ne mogu da verujem da u Dragašu, centar Dragaša, takav park jedan je, manje igračaka ima nego u Rapči, u Krstacu, koje sam ja video. Mislim, to je abnormalno. Verujte mi, eksploatisan je taj park maksimalno. Evo, gospodin menadžer zna, pošto održava sada taj park, i zna koliko je eksploatisan i prolazi to. Drugo, što bi vas zamolio, znači, moj predlog vama, u kapitalne investicije, mene čudi da, evo, godinama, vi ste sada već drugi mandat, da u Dragaš ne uđe u kapitalni projekat obnavljane, znači, vodovod kroz Dragaš. Mi svake godine imamo po 3-4 havarije. To su azbestne cevi koje nisu više ni zdrave. Znači, postoji mogućnost od zarazi, od svega, a pored svega pucaju pa najmanje 3-4 puta na dan. Vi znate kakve probleme ima Dragaš s tim. Znači, kompletan Dragaš pukne, vodovod, glavni vodovod, niko nema vodu po 5-6 dana. To je čudno da ne pravite to fasade, to je sve lepo da se ulepša ovo ono, ali da osnovno napravili ste svaka čast fabriku za vodu, ali taj protok vode sad ne završavate. Mene to stvarno, ja bih vam predložio kao građanin Dragaša, znači ne ovo da ubacite, da razmotrite, znači izgradnju vodovodne mreže, znači glavne vodovodne mreže kroz Dragaš. Bilo bi od velikog značaja za opšte Dragaže, administrativni centar, mislim, zaslužuje to. Hvala puno. Faleminderit shumë sa. Nuk po du me të knaq, po tash tu gut do I përshpjetu senet me don informata sa ma shkurt I kemi lënë do informata. Si vjet kemi planin zhvillimor komunal. Problemin e çështjes së ujit të Dragashit e dim shumë mirë. Dhe këtu na dim se atë e menaxhon hidroregioni. Na kemi lënë lidhjen prej fabrikës. Duhet me ndrru këtë rretin, si të bëhet plani zhvillimor komunal. Të caktohen hartat zonale. Se këtu duhet më ndrru komplet trasa për me mund me ikë sa ma shumë, ma pak me bodom një infrastrukturë. Dhe na jemi të gatshëm të investojmë. Problemi ka qenë se cili është zoti I shtëpisë, a hidroregioni, a komuna. Ti shqibinë se vullneti kryetarit është përkundër hidroregionit, me lëshu parët edhe me zgjidh këtë problem, se Dragashi ka gypat e azbestit. Unë fëmijët e mi, kom Dragash na jetem vetë, në Dragash nuk kemi këtu që ka me diskutuar. Sa I përket parkit kje plotësisht drejt, por na shqiptarët tona mentem romat kekës janë bonë. Pse janë bonë? Na e kemi bonë një park të vogël aty, me qëllim që pak do të dalin të të luj, nuk e kemi ditë rëndësin tash, pse është një testi mirë. E kemi pa që unë kum pa dhe pi Breznes, edhe një bijem po vjen me lujt aty, taj park I vogël. Tash nevoja është me bë një park të madh, e bëjmë një park më të madh, se kemi ditë që do të vinë qaq fëmijë me lujt aty. Tash është shtu rëndësia, do ta kemi parasysh, ta planifikojmë, a me donacion, a me diçka, ta rritim atë parkin, mas jo shtu numri I vizitorëve. Vralisht tash mundin me thonë, a kemi ditë, kemi bët bogër, se kemi ditë që vinë qaq fëmijë me lujt aty. Ma mërmendja që mu borale dhe vetë ti s'ke besu që mundin më artë qaq në vizitë. Mos na përjashton rëndësinë, vetë përjashton rëndësinë edhe restoranin, sa I pe një kafe, pe le fëmijën me lujt. Më thonë, për lidhen edhe për ndryshojnë gjonat, për çdo ditë na nuk jemi në ritëm me ditë, po edhe ato kemi me bo.
do të mundona me bo me qëtë para dhe besoj që e shtim në buqet si një kërkes shumë e arsyeshme se këtë investimi për fëmijë neve na ka met skemi mo qëtër çka me bo, si mos bëjmë investime për fëmijë skemi çka bëjmë. Po. To da. Onaj park što vam pričamo o ovom parku, to nije velika investicija. Ne tražimo mi, ne znam šta. Tražimo da se pokocka ona trava, ona zemlja, zna ovo kad su radili, da se pokocka to i još jedno par ljuljaške da se stavi, ništa više ne tražimo, ne znam šta. Eto, to je to. Što se tiče tog parka, znači, Ne, pa jeste, nije problem, da će da, i malo će da povećavamo, nešto drugo nemamo šta da radimo. To je to. I, znači, ovo put za koji ste obećali, ja se nadam da ćete da završite. Škruj, pišu, izlovničar, čitajuće, napravite. Ja se izvinjam. Ne, hvala vama puno što ste došli, hvala puno. Faleminderit shumë. Hajde, završite, spoštujemo da se. Faleminderit për pjesëmarrje, ju falenderoj gjithëve